Dy mish po esnin në shkret të tir. Ata bën një debat dhe njëri e shëlloi tjetrin me pëllëmp në fytyrë. Ai u lëndua, por pa thënë asgjë, shkroi në rër: "Sot, miku im më shëlloi me pëllëmp në fytyrë." Ata vazhduan të ecnin, derisa gjetën një oazë ku ndaluan për t'u larë. Ai që ishte shëlluar me pëllëmp, ngeci në një grop me balt dhe filloi të fundosej, por miku i tij e shpëtoi. Pasi ai e mori veten nga tronditja, shkroi në gur: "Sot, miku im më shpëtoi jetën." Miku që e shëlloi dhe pastaj i kishte shpëtuar jetën e pyeti: "Kur të shëllova, ti shkruajte në rër dhe tani shkruajte në gur. Pse?" Miku ju përgjigj: "Kur dikush na lëndon, ne duhet ta shkruajmë në rër, ku erërat e faljes mund ta fshin. Por kur dikush bën diçka të mirë për ne, ne duhet ta kthendim në gur, ku erërat nuk mund ta fshin kurrë."